që nga fillimi i këtij procesit shteti, qeveria, po edhe shteti i Kosovës e ka braktisë krerë të UÇK-s. Edhe nuk ka pas vëmendjen e duhur në Hag. Ne kemi praktikën e shteteve tjera. Edhe po flas për Serbinë që ka mbrojt kriminalet e saj, ndërsa ne shteti i Kosovës nuk ka gjenë në gjendje me mbrojt heronjt e saj. Procesi që nga fillimi ka qenë një proces i pa monitorum, pa mekanizmat monitorimit të cilat është do shtetit i krijoj, edhe përmes parlamentit, po edhe përmes institucioneve të Republikës së Kosovës. Angazhimi i instrumentave ndërkombëtare të drejtave të lirive të njeriu. Pikërisht, ne do të thotë nuk është dashur me lanë gjykatën speciale me operu në mënyrën që ka operu. Momenti kur janë marrë në Hag krerët e UÇK-s, nuk ka pas akt akuz konfirmuar. Kjo shkelje flagrante. Ata ma në paraburgim, i cili tashmë është ndru në burg. Nuk ka paraburgim 4 vjetë. Në Rusi është 3 vjetë e 7 muaj më i gjatë. Si është mund në Rusi? Në Rusi, domethënë paraburgimi më i gjatë është 3 vjetë e 7 muaj. Këta janë gati 5 vjetë në paraburgim, kjo është burg. Ata janë të burgosur. Edhe ata rrjedhimisht janë edhe dënuar pa verdikt. Njerë i kanë dënu, mandej i kanë marrë, mandej i kanë marru proces. Edhe me ta dhënë veç një dimension prej atyre që janë atje. Dikush e ka pyet ç'është po ju trajtojnë juve këto, edhe përgjigjja e njerit prej tyre ka qenë unë mendoj që qytetarët do të më ditë. Ç'është që po na trajton shteti, ç'është po na trajtojnë edhe këta. Do të thonë, keq. Japin ushqim. Po flet për njerëz që për liderin që ka shpallur pavarësinë e këtij vendi. Është shumë pesh. Po flas për njerëz që janë gjithë që kontributor. Po ata nuk kanë ushqim të njëjtëshëm. Parando aty ju servohet në menu me gjella afrikane. Do të thonë që për kulturën tonë të ushqimit evropian, kulinarisë po nuk funksionon. Atyre, për shembull, aty janë dënu njerëz veç pse ja ka bën njëri tjetrit me dorë nga dritarja në shëtitore. Se kanë lënë me dalë 3-4 ditë. Unë po flas këtu për shkelje elementare të drejta të njeriut. Kur hina në proces, aty që është ndodhur është të mërshme, që është ndodhur me Calin, me Ujkun, me Pjetër Shalin që është ndodhur është të mërshme. Si është mund bre? Vetë bëja që financon atë sistemi. Veç ta jap një element, Ridvan. Mos e ngris zërin. Do të thonë, kjo nuk parimi i drejtësisë ndërkombëtare është mas pari të gjykohesh edhe dënohesh eventualisht me ligjet e aplikueshme në kohën kur ka ndodhur krimi. Që i bjen që këta ishin dashur më gjyku me ligjet e Jugosllavisë. Ligji jugosllav nuk ka ndërmarrje përbashkë kriminale. Shkelje flagrante. E dyta, ligji më i favorshëm aplikohet ndaj të pandejorëve. Kjo është thelbi. Kjo është gjithçka. Sakt në drejtësi. Mandej janë konventat ndërkombëtare, konventat evropiane. Mandej është kushtetuta, mandej janë ligjet. A di çfarë po thotë gjykata speciale në rastin e Calit, sepse që ja kanë rrit dënimin për tej Sali Mustafës, për tej ligjeve të aplikueshme në atë kohë, për tej kushtetutës tonë, ligjeve tona, konventat ndërkombëtare, ligje më i butë e aplikueshëm, krejti kanë shkel, me arsyetime a di pse. Se thotë parimin që kem kriju na, që ka kriju gjykata, është mbi kushtetutë të Kosovës. Është mbi ligjet e Kosovës, mbi konvent ndërkombëtare, mbi ligjen e aplikueshëm në atë kohë, edhe mbi të drejtën elementare fundamentale që ligje më i favorshëm do të më aplikojë ndaj pandejorëve. Kështu nuk ka kërkon. Besa Rusia mundohet me bo do farë imitime, do inskenime, kënë është demokraci. Do më thonë... Tu po flasme thu për konstruksion qëllimshëm, të skematizuar, për pranu provat materiale që i sponsoron të kafeneve. Mbrojtja, që 5 vjetë nuk se ka fitu asë një rast. Ata bëjnë mocione, ankesa, bëjnë, se më thonë, gjithë 3 ditë, janë me qindra ankesa që ka bëjnë mbrojtja. Parando asë një se ka fitu. Qysh është e mundën që Luka Misetic, që ka nxjerrë Gotovinën, që u kanë faktikisht rast
shumë vështirë me fitu. Dhe përton, krejt e kam pranu, edhe në Kroaci, edhe krejt bota, faktikisht kanë shpall njerën dënum, Luka Misetic me ekipin e vetë, e kanë nxirr ato, që është e mundur tash Luka, 5 vjet mos me fitu asnjë emocion, qoftë edhe për ushqim diçka, për ujë se ke servu mirë. Kjo tregon që atë ka diktat,